Ky debat që u zhvillua sot në kuvend, duket se po ndërlidhet edhe me zhvillimet politike, veçanti për çështjen e presidentit, kishte një ofertë nga vendosje për ju si PDG, pse e refuzuat atë ofertë, zoti Mustafa? Ne kemi pas një qëndrim para blokadës së kuvendit, para se të shkoj lënda në gjykatën kushtetuese, kur kemi ofru qëndrimin ton me propozimet që kemi ofru, dhe propozimi jon nuk ka gjetë mbështetje televizjeve vendosje, të Albin Kurti, dhe ata na kanë akuzuar që nuk po japim emra. Po nga ajo se çka pam këto ditë, e konfirmon që qasja jon, qëndrimi jon ka qenë i drejtë. Për shkak se këto ditë u konfirmu që Albin Kurtit nuk janë dashur emrat e propozuar nga PDK-ja për të bërë zgjidhje, po ju kanë dashur për me bërë lojra politike. E ne kemi lexuar me kohë dhe nuk ja kemi dhënë mundësinë ta bëj atë lojë. Herën e parë? Herën e parë. Dy emra blanko sipas vendosjes. Absolutisht. Se blanko. Nuk ja kemi dhënë për shkak se kemi ditë që nuk është serioz. Dhe nga ajo se si u sill këto ditën e djeshme, shohim që ai asnjëherë nuk ka qenë interesuar të gjej zgjidhje për president, nuk ka qenë interesuar për marrëveshje, por ka qenë interesuar të blej kohë, të bëjë lojra politike, të pres deri në fund dhe në fund të vënë në presion partitë opozitare me shpresën se do të lodhen, do të ligen dhe do të japin mundësinë ta zgjedhin një president të vetin që e ka shef. Këto nuk ja kemi dhënë dhe mendoj që partitë opozitare kanë bërë gjën e mirë se kanë ruajtur demokracinë këtë vend. E kanë ruajtur kapjen e këtij shteti nga një person që duket që nuk ka kufi. Nuk e trajton votën e qytetarëve si obligim për qeverisë, por po e sheh si një mundësi shtesë për të kapur sa më shumë institucione në këtë vend dhe për ta sundu këtë vend, jo për ta qeverisë këtë vend. Para se të takoheshit ose të kërkonit që të takoheshit me zotin Kurti, ju kërkonit konkretizim të ofertës. Vendosja e bëri këtë në mënyrën e tyre. Ja ofroi postin e kryetarit të kuvendit. Ky diskutim ka qenë për president. Mënyra e sjelljes së djeshme të Albin Kurtit në fakt është e çuditshme. Pse? Është e çuditshme. Do thotë mënyra ju shkroi me mesazh në WhatsApp. Jo, mënyra se si trajton institucionet e Kosovës tregon edhe për respektin që e ka ndaj vetë shtetit të Kosovës. Nuk mundesh ti pas 2 muajve, se 2 muaj, diskutime për president, me reduktu çështjen e presidentit në një pazar të thjesht politik, në një lojë fëmijësh. Mosh me thonë, rritin sall, votoma presidentin, unë ty të jap kryetarin e kuvendit, ti mu ma jap nën kryetarin, kjo është pazar. Kjo s'ka bëj me zgjidhje. Kjo është jo serioze. Vendosja thotë kjo është jo serioze. S'bën pazar. Kjo është për ma keq, jo vetëm që